Pjesa e fundit i Gbal është pjesë e cila u dedikohet fjalët që s'u than kurrë. Janë që shpeshherë ne si njerëz bëjmë gabime, kemi ato pengjet njët, pse se kemi bo këtë veprim, pse si kom thonë dikujt një diçka. E kiti këtë peng njët, diçka që si ka thonë dikujt kurrë njëtën tënde? Interesante kjo. Nuk po më kujtohet. Sepse shërbejnë gjitha këto shërbejnë si momente reflektimi që a kam diçka që si kam thonë. Nga njëherë në jetë duhet me i shfrytzu momentet, edhe duhet me shfrytzu njerëzit e tua për vetit, për me shpreh qoftë një mendim të mirë për to, qoftë një fjalë të mirë, një diçka. Valla, unë... Kemi pengje si me prind, si me nanë, me babë, me djalë, me shok, shoqe. Kjo është më mira që tash kur mos bën për njerëzit. Se njerëzit nuk i meritojnë mirësitë e tua. Çdo punë që e bën, bëje në shërbim të njerëzimit, por për hir të Zotit. Besoni kur e bëni diçka për hir të Zotit, se ajo është një krijesë e Zotit, i mirë, i keq, i bukur, i shëmtuar, ato e ka kriju Zoti. Prandaj kur mos bëni diçka për njerëzimin dhe për egon tuaj. Por bëni çdo send bëjeni për njerëzimin. Jeni në shërbim të njerëzimit 24 orë, por për hir të Zotit. Kjo kishte me qenë një gjë që mu ma ka ndryshu jetën. Prej momentit kur më kanë lënë edhe shoqëria, se kam bërë shumë për ta, kur hyna në burg, edhe i kom thënë vetit, ma mirë është me pas, kjo është edhe një këshill tjetër, ma mirë është me pas pak e sakt. Shoqëri pra. Se sa me pas si lumi e lum. Prandaj në jetën tënde, kur bën diçka ma ndryshe, mos u brengos pse të kanë hik shoqëria. Po kanë me të metë ata që janë tamam shok, pra që janë pak edhe sakt. E jo lum e lum. S'po di qa me thonë, që të dy. Puno për njerëzit, shërbej njerëzimit, por për hir të Zotit. Faleminderit shumë për gjitha historitë tua që i ke ndasë për emisionin tonë, cilat kanë qenë frymëzuese edhe që për hir të parë i ke shpalos të gjitha. Sidomos ky rasti në familje që më ka prek, po mendoj me motrat. Ne jemi shumë mirënjohës, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit Era, ju uroj suksese me këtë ambient shumë të bukur, vetëm përpara. Shumë faleminderit. Puna është nga ne, e suksesi është nga Zoti. Shumë faleminderit. Nëse jeni gazetari, jo vetëm e paradoksale me qenë, pra, çka të mirën me paraqit si të shëmtuar, e të shëmtuarën si të mirë, nuk ka bereqet. Po paraqite, të mirën si të mirë, të mirën paraqite si të mirë, të shëmtuarën mos e reklamohat shumë se nesër ajo ka me u shëndru e shëmtuara në të mirë. A nëse na i reklamojmë vetëm të shëmtuarat frikën, atëherë edhe parën që e marim, nuk e kemi halal. Prandaj ju uroj suksese. Shumë faleminderit. Emisionit edhe in fokusit. Shumë faleminderit.